Me zemrën dorë, por Elbasani kalon te. Po, me zemrën në dorë, por ishte bukur, ishte ditë e bukur për ne. Sot ishte gjitha brenda, 1-0 për ne, ishim skuadra më e mirë, kontrollin e ndeshjes, pastaj një goli me fat për Fermutari, pastaj prap penalti, kartoni kuq, kapi penaltit e Toshi, shënoi pastaj Donald Ibrahimi, domethënë ishte dita bukur për ne, por çunat meriton gjitha, sepse ka fillimi deri në fundit në neve, me Dimitrim ishim skuadra më e mirë edhe nuk kemi dorëzuar. Edhe kjo është plus për ne. Më të them bravo edhe çunat për Balkina, sepse ata futën shumë e mirë edhe na duhej ritëm lojës. Ishte shumë rëndësishme për ne do fitojmë në ndeshje sepse ishte në ndeshje kupën, ishte në termin në ndeshje. Tani kjo është mbrapa ne, prap data 14 kemi një ndeshje prap shumë fort kampionati, edhe kjo është situata. Patjetër jam kënaqur edhe jam kënar për çunat. Bëtë rotacion sot, futet disa djemë të ri dhe djemë të ri u dhanë kualifikimin. Po tosin fort, Ibrahimi me gol në shmuar, sa i kënaqur. Po, jam shumë kënaqur, e ta shumë, por ata çunat meriton sepse punon shumë mirë. Jo vetëm java fundit, ata punojnë mirë edhe nga qershor, nga korrik gjithë faza. Si Donald Ibrahimi si Tetoshi. Sot është e madhe dhe ata çunat meriton. Patjetër sot ishim pak rotacioni, jo vetëm me ata dy lojtarët edhe lojtarët e tjera, sepse ishim nevojë edhe për pak minuta, pak forma nga Ben me Shimon, Ibrahimi, Kasamat, edhe doli mirë gjithë. Pas 3-4 ditësh vjen sërish ndeshja me Fermutarin. Po, e ta shumë, tani kjo është e mrapa ne prap. Një ndeshje fort jam sigur, me fort si sot, jam sigur, sepse do luajmë për pikat, është në kampionati. Por, okej, ne jemi gati, kemi 3 ditë, do përgatitur mirë, do bëjmë edhe për rekuperimi edhe stërvite. Pastaj do luftojmë, nuk kemi rruga tjetër. Brenda 24 orëve nga intervista e fundit, ka ndryshuar gjë nga mëkata? Se pyetën janë. Jo, akoma do presim edhe pak. Do është mund të them ajde një pozicion është si kërkojmë si vingëri, një pozicion i vingëri, një lojtar shpejt, një lojtar fort, një kundër një, por edhe një herë do presim edhe pak.